Miq të Piskut, ju përshëndesim dhe ju miq rilindas komunist modern, ju uroj një mbarvajtje të shëndetshme dhe plot energji pozitive për ta mbajtur dhe 4 vite të tjera të pushtet kaq të çmuar, kaq me vlera patriotike dhe dashurie, siç janë dhe shqiptarët që bëjnë zgjedhje të pagabueshme. S'ka ndodhur ndonjëherë që populli jonë shqiptar të zgjedhë gabim. Alex, të uroj që ta kalosh aty shumë mirë të 4 vite të mandatit të 4 të kryeministrit, sultanatin e tij, Edi Rama, bashkë me ata njerëz le të themi që punojnë për atë, se po vetë është ai që vendos, merr vendimet dhe qeveris komandon këtë vend për të mirën e shqiptarëve deri në 2030 e ka thënë ai. Shqipëria në Europë. Po, brenda Do hajmë luk floriri. Po. Do hajmë gjellëra europiane, gjëra që si kemi parë, si kemi menduar ndonjëherë. Prandaj jemi pak si të na ndjeni për këtë gjendje si jemi, si ndoshta nuk gjejmë edhe fjalë të duhura, jemi pak kështu si në gjendje narkoze, le të themi, jemi të mpiksur, unë për vete, po flas nuk e di se si jeni ju, a jeni të lumtur, jeni të mpiksur apo jeni të mërzitur, sa veta mund të jenë, sa shqiptar mund të jenë që kanë po bëjnë gati valizhet të nisen. Po, eksodi vazhdon. Jemi akoma në... Alex, urime, Alex. Urime, do të jemi të gëzuar, do të jemi të kënaqur. Po, se do urojmë që të mbijetojmë, se për mbijetesë bëhet fjalë këto 4 vite të ardhshëm. Sepse po... Pse, unë kam thënë edhe herë tjetër, Alex, pse do ta shohim kaq negativisht, pse gjithmonë do të shohim gjëra negative. Realisht, u them të ndryshojmë pak. Të jemi më afër realitetit që është realitet sot, dhe jo atij realiteti që ne kemi pas në kokën tonë, në botën tonë, në ato gjëra që ne si perceptonim vetë. Njerëzit janë të lumtur. 83, 84 mandate për shkollën. Ka ngaruar herë në parë në 2013 nuk i mori aq. 2017 nuk i mori aq. 2021 nuk i mori aq. Tani i mori. Po s'ka ndodhur ndonjëherë me partitë të tjera, në kohë të tjera, edhe në kohën e Enverit s'ka ndodhur ndonjëherë kjo gjë. Po ky e mori më. Shkoi populli ja dha vetë më. Është fuqizuar ai, e ka popullin me krahun e vet, me ato mënyrat e vet, ajo mënyrat e ligjshme dhe të duhura. Disit blej ndërgjegjet. Por është edhe kjo pjesa që thua okay, ka, por është edhe kjo tjetra, që ti mendon se janë bler të gjitha, pra nuk di nga t'ja nisur, si ta justifikojmë gjithë i thonë 84, 84 nga 140, s'ka ndodhur ndonjëherë që të ishin në këtë far feje, në këtë far pike, në këtë preku rekord, domethënë në kësaj radhe. Me rekord madje ka kaluar tani as nuk e kse përgjigje asnjërit, as nuk reagon fare, shkojnë gazetarët, presin atje, që të shprehë ai ato urimet, të thotë ai atë mendimin e vet, atë qëndrimin e vet, që u zgjodh për hir të katër, çfarë emocioni ka ai njeri domethënë. Ai thjesht po reagon me lloj ftohtësie, me lloj menefregizmi, me lloj që s'keni çfarë bëni se jam i paprequr. S'ka çfarë flet më tani, nuk ka çfarë flet më, se foli populli. Foli populli. Për sku Shqipëria gjithandej. Është diskutueshme se tani sa ka folur populli, po tani shohim në vazhdim, ta diskutojmë. Si është du një mendim të atëm, se ndoshta duke e pa gabimun. E them edhe për ju që do ndiqni këtë video, gjithmonë e them që na hapni sytë, si ndoshta jemi gabimun. Ndoshta jemi gabimun, na hapni sytë, se ç'a po ndodh në këtë vend. E keni parë diçka që s'po e shohim ne. Që s'po e shohim më valla, si ndoshta jena në një lloj realiteti, jena futur kjo studio tani dhe hajde po flasim do kuptuar se s'po japim dum, nuk ka kuptim, nuk ka sens gjithë kjo që po ndodh. Po kjo që po ndodh, kush është? Deri dje thoshim që e ka fajin Rama, e ka fajin Berisha, ka fajin Ilir Meta, ka fajin Erion Velia, e ka fajin gjithë thonë Enver Hoxha, Ahmet Zogu, ku diun Skënderbeu, gjithë edhe Skënderbeu e kanë bë me faj. Por kush e ka fajin? Po populli, ka ndaj pesh, ka ndaj gjë, ka ndaj faj populli. Po ka fajin populli që janë ata atje në krye që drejtojnë popullin. Se po mos ishim neve ashtu siç jemi, zë kishim ata aty ashtu siç i kemi. Sepse kemi thënë që ata që na komandojnë atje janë pasqyrojnë gjendjen e popullit, mentalitetin e një populli.
Jemi ne që i japim fuqi atyre, se populli është fuqia e madhe. Po nëse dimi ja dorëzojmë disa personave që vazhdojnë të bëjnë atë që kanë ndërmend të bëjnë, edhe ndryshimi nuk ekziston me një vend. Tani këta shkuan ja dhan pushtetin një personi që e ka treguar vetëm kush është, që po na mban statik me një vend si ai uji që qelbet. Edhe tani si presim neve të bëjmë hajër, kur i thon, ti bëjmë kështu. Edhe jemi të destinuar që për 4 vite të ardhshëm të jetojmë të lumtur. Të jetojmë prapë histori nga e para. Përsëritet, jemi në një cikël vicioz, vazhdimisht. Çarkullojmë po në vend. Ato në vend. Po si ato delet kur si ishe paracakohet, domethënë që se çka kishin posuar ato, boshin një rreth ato delet aty, shkoshin rreth e përqak i pemë. Po. Ashtu po në atë gjendje jemi sot si popull. Rreth e përqark, një që ka në dorë gjithë pushtetet e këtij vendit. Edhe tani i siguruam, ato 4 vite të ardhshëm, vazhdoj bëj çati ketë qefi. Të shesi Shqipërinë, të bëj pak të gjëra të dakordsi që nuk i shërben këtij vendit. Gjë në interesin e tij. Ja të shohim tani sa në Europë do na fusis, se kjo ishte ajo ai premtimi i madh që ka bërë gjatë fushatës. Djathi i çarkës madh, domethënë këtë e kishte si çarkut. Si letër të fuqishme këtë përdori domethënë. Po me këtë që ndodhi ne treguam që hëngrëm atë djathin, kemi rënë pjesë e çarkut. Ai atë premtim e bëri për atë pjesën që se kishte me vete. Se ata që kishte në krah që s'ka nevojë të bëj premtime fare. Ajo thjesht i mban aty që i mban ata të punësuar atje me prindër, me kalamoj. Vetëm ato i thot ai që po zvotuat ju tunda ju shkunda, do vuni për bukën e gojës edhe kaq. I ke aty të bindur po i tha këtë gjë. Kjo është për atë pjesën që s'ka në dorë. Që adini dhe ju, që të bëjmë komplet 100% i paprekshëm. Tani takzojmë. Takzojmë si gjë. Ti Alekse, prisje këtë ne kemi diskutuar përveç temave që flasim ja pasjere. Kemi folur edhe për gjendjen e Shqipërisë, shqiptarëve, politikanëve, qeveritarëve, pushtetarëve, gjithë ata që janë ato funksionarët e këtij shteti. Ti e prisje këtë lloj përgjigje, le të themi, pritet një konfirmim pra nga ato siç ka mendoje, e shije kështu siç ndodhi apo e shije më ndryshe? Dua realisht një mendim tënd. Shikoj, gjërat tregonin që ky prapë do të merrte këtë mandat. Po. I kishte dhënë ca shenja ajo siguria e tij më habiste vazhdimisht se po diskutonte për mandat 5. Domethënë këtë 4-tin e kishte kështu në tav, e kishte të konsumuar, domethënë ka marrë kjo pjesë. Diskuton për 5-ën ai, që të dalit e ajo e 2030-s që e bën vazhdimisht me flamur, domethënë agenda, që është realisht agenda 2030. Sepse kemi thënë që ai është ushtari i bindur i sistemit që edhe duhet të realizojë gjithë ato pikat e caktuara. Kështu që po ti si e shije që do ndodhte në këtë farë forme, në këtë farë pike? Kjo diferencimi i madh që ndodhi kjo kaq thellë fitoria e tij. Po. Kaq thellë jo nuk e prisja. Por që ja e bëri domethënë aty tregoi gjithë pushtetshmërinë që ai ka. Gjithë kjo diferencë e madhe votimi domethënë nuk pritet kjo nga askush. E megjithatë ndodhi, domethënë është vërtet paradoks, po ndodhi. Kaq thellë fitoria e tij. Fitoria. Tani është e diskutueshme edhe kjo. Se kemi thënë dhe këtë, kalëm të çikte prapaskena që është rëndësi ka ai që i numëron votat. Jo ai që voton. Jo ai që voton. Domethënë duhet ta shohim edhe këtë, mos ta kapërcejmë. Tani shumë gjëra kanë ndodhur prapasken. Opozita këtë kishte menduar. E dinte që do ndodhte kjo gjë. Pra, edhe opozita ka qenë pjesë e kësaj loje, thonë? Jo, e pristin domethënë që do ndodhte një gjë e tillë, domethënë që do kishte një thellim kaq të madh të fitores së tij, gjithmonë në thonjza kjo fitoria. Edhe e paraprin deri diku aq sa mendonin edhe ata. Ose pati dhe reagime të fuqishme nga ana e opozitës. E tani presim që mund të kemi dhe trazira. Do të ketë trazira tani? Në fakt që si parantezë, ku ishte gjatë fushatës Berisha, le të themi krau tjetër i opozitës, që ishte kundërshtari, le të themi kryesor i Edi Ramës, që është pushtet dhe që e mori prapë sërish pushtetin, po nuk fitova, unë të riqem nga karriera politike, nuk do të jem më fare.
shumë edhe nga këta partitë e vogla kandidatët ose ata kryetarët e këtyre partive të vogla, po të njëjtën gjë thanë që unë nëse nuk fitoj, gjithë këto ishin premtime shumë të mëdha. Por sot realisht nuk po dalin të shfaqen të japin ato deklaratat ose po fshihen ose nuk i qëndrojnë asaj gjës. Kjo tani i bie që këto nuk pajtohen me rezultatin, pra po del edhe një model tjetër që thonë që janë vjedhur, janë cënuar votat e shqiptarëve etj. Kjo do të çojë tek trazirat, pra do të ketë trazira midis tyre politikanëve dhe partive politike? Po, edhe do përfshirë. Për çfarë trazires bëhet fjalë? Tani janë sikur janë qetësuar pak ato vrullet që kishin, pa para se të ndodhshin zgjedhje, domethënë kishin sa deklarata të fuqishme. Për shembull, një antar i PD-s, Alizoti kishte emrin. Ai tha në një moment që po u bën kështu dallavere të ndryshme me votimet, do ju hajmë të gjallë. Domethënë u shpreh çik fuqishëm. Ato janë shprehje që përdoren. Ti merr shumë konsiderato, mendon se do të ndodhë diçka e tillë? Po tregon ato tendencat që ata kanë realisht. Domethënë që po ndodhi diçka, domethënë që juve do na i punonin neve për sa i përket votave, dhe ne do reagojmë fuqishëm. Duke u shprehur aq me ato fjalë. Tani fakti që kanë ardhur dhe këta që ta shtuqohet europian që neve kur i shohim jargavitemi dhe gjenden prezent këtu gjatë gjithë fushatës, tregon që është diçka serioze, sepse duan që ta shohin ata e curin sipas asaj që ato kanë ndërmend të bëjnë këtu, ta shohin nga afër. Çfarë mendon ti që duan të bëjnë ata këtu? Po këta do shtyjnë ato konflikte, do i ndezin ato gjakrat. Intereson Europës që të ketë konflikte në Shqipëri? Ose këtyre europianëve? Po intereson shumë gjëra atyre, edhe duan që të ketë një lloj romuje këtu. Po ato do dalin kupton, do nxjerrin këto partitë, këto fanatizmat me lobimet e me gjëra që influencat që bëjnë ata. Po, do ju shtyjnë njerëzit që të bëjnë gjëra nëpërmjet kryetarëve të tyre. Po tani si duket i pas kanë dhënë një urdhër aty që mos reagoni për momentin. Mos u shprehni aq fuqishëm sa ishit para se të bëheshin zgjedhjet. Do e bëni atë gjë, po jo tani. Kur t'japim neve atë sinjalin, atë udhrin që të shpërtheni siç nave na intereson. Edhe kamerak se do kemi trazira këtu me sebeb këto votimet e fundit. Unë uroj që mos të ndodhi. Midis tyre partive, po edhe shqiptarëve, pra do të jetë le të themi trazir ose një luftë civile mes shqiptarëve me njëri tjetrin. Po. Atë që kena thënë dhe para ca kohë në këtë emision, në këtë studio, që do kemi përplasje, do i bim njëri tjetrit. Do i bim njëri tjetrin. Po. Do ndodhi kjo tani, pas tyre zgjedhjeve. Pas kësaj që ndodhi. Kam përshtypjen se po, edhe prirem ta besoj këtë gjë, sepse tani këto zgjedhjet e fundit ishin shumë vendimtare, nuk ishin si ato të tjerat. Se këtu luajnë shumë gjëra tani. Pastaj, ajo që më bëri që do fitonte Edi prap, ishte edhe ai podiumi i famshëm që ngriti aty mbrapa te sheshi Skënderbej. Që është ajo që bëhet tani për 16 maj, që ti ky samit e Europës. Që do vinë këta liderat e Europës. Liderat. Liderat e Europës, kështu më duken më shumë. Lidera. Po, liderat. Se edhe ato marioneta janë ata atje, kupton, duke filluar me Macronin e këtë me radhë. Se do vinë shumë këtu, edhe me Melonin e këto, që janë gjithë këto kukullat e sistemit. Ai nuk e përgatiti gjithë ato skenë aty, që ta në fund fare të fitonte sala, domethënë dhe ti ishte ai që do i priste ata kur të vinin. Saktë, edhe unë kështu e kam lexuar po. Ky e ndërtoi vet, duke ditur që këtit ja kanë dhënë vet atit, që ky do vazhdoi mandatin e ri, edhe ai do i që do i presi këta kur të vinë. Ai kishte konfirmuar me xha prej kohësh atë gjë. Do të thonë, e kishin vendosur një mesazh goxha të madh aty siç isha ai që po shohin gjithë shqiptarët aty, më pikën kryesore të Shqipërisë. Ishte sikur po i thoshit gjithë atyre që po kalonin, do të thotë që un po e ngre këtë, sepse un jam ai që do fitoj, sepse un jam ai që do i pres ta kur të vinë. Po ta thosh ta hap të zifare. Vërtet, kështu e kam lexuar, është shumë saktë gjithë ky konkluzioni yti, si e ke parë këtë. Se unë kaloj shpesh atje dhe çfarë do ndodhi aty? Ç'a pazare shpritën të bëhet? Ç'a do na shitet ose ajo se ç'a do na shitet dhe ajo se ç'a realisht do të bëhet aty? Ç'a marrëveshësh mund të ketë aty? Ky takim se nuk është i vogël, vinë liderat europian këtu në Shqipëri.
Po pra s'është e vogël, po aty duhet me tregu, do të thonë që edhe ne jemi një vend që mund të integrojmë kollaj në Europë, se kështu e lidhi dhe ky me atë pasaportën e famshme. Do t'rregoj është më shumë kështu si show fuqie që do t'rregoj ky. Që shiko, po na vin këtu tani. Ky pra do më tregu atyre, jo ata na tregojnë ne, domethënë. Vetë jo, ai domethënë nëpërmjet tyre të tregoj popullin, domethënë që shifë sa i fuqishëm jam. Kam miq unë i kam, domethënë të shokët e mi. Janë tanët këta, jemi krau im këtu, shikon, po vin për mua. Ndërkohë që ata po na zhysin e Po, janë bashkëpunëtorët e mi për të shtyp këtë vend këtu. Jo, ai s'e thot kështu. Ai do thotë që janë bashkëpunëtorët e mi që të çojnë Shqipërinë dhe shqiptarët sa më lart. Lart fare. Po mirë, ai asnjëherë nuk e thot troçat, po vetëm parë ta lexosh. Ne do të lexojmë kështu po. E kupton del vet si mesazh ai kështu spontanisht. Pastaj më bëri çudi dhe ajo mënyra se si ishte dekoruar ajo rreth përqaka i vend atje. Po. Kishte ca tabela të mëdha atje, se tani po futemi çik ajo pjesa e konspiracionit. E konspiracionit dhe mesazheve që kalojnë ta. Që pari të lexosh, bravo qoftë. Ishte e veshur me një mënyrë me ca pano të mëdha kështu me kuadrata të vogla, edhe aty brenda kishte ca sy, ca ylbera, ca kullën e Eifelit, kishte domethënë plot me simbolika të vogla aty brenda, ato kuadratat. Mirë po, unë kur e pash atë, më kujtu një revistë e famshme që del çdo vit atje në Angli, është një Charlie Hebdo. Në Angli, thashë po. Po, në Angli, del çdo vit ajo. Quhet Economico, është revistë e përvitshme e familjes Rothschild. Edhe është identik si ajo që është rrethuar e gjithë kjo skena që është ndërtuar atje. Kjo revista, Po, kjo revista. Ka po të njëjtën imazh. Del çdo vit, ka një faqe të posaçme që është e mbushur komplet me këto kuadrate dhe me këto simbolikat e vogla aty, edhe çdo gjë është një mesazh. Si vjet ajo revista atje, kishte një kokë borthamore, kishte një makinë që tregonte që kishte një gjysmë bateri, siç ajo bateria që na tregon në te telefoni aty, që do kalojnë makinat me energji diellore kështu me radhë, domethënë çfarë kanë ndërmend të bëjnë, i nxjerrin tek ajo revistë. Kishte ka aty Kim Jong-un, ka Putinin, ka te kancelarin atje që nuk e zgjodhi njëri, po u vendos vet atje në Europë. Do të thonë vetëm mesazhe. Ajo sot, ai podiumi atje ishte i veshur me këto pikërisht që shikojmë te kjo revistë që po them tani. Mi po këto janë kështu më dha, këto janë planet e atyreve që themi neve, aty djem dekçi. Po. Ajo është e veshur komplet me atë. Edhe kjo më bëri shumë përshtypje. Do të thonë ku po na çojnë, ku po na sjellin, sepse ata atje ajo veshja që i bën, nuk është se ishte mendimi i këtij tonit këtu. Ja, kanë dhënë ata gati. Ose i atyrve që do na vinë këtu. Se kemi thënë, gjithë këto janë marioneta, telat, levit, ato fije që i komandojnë nga lart. Këtu domethënë çfarë do bëhet këtu më burr? Do zhvillohet në një do shoqërohet me një ritual kjo tani. Se ne vërtet do shohim një show, një spektakël që do jepet aty, do jepet fjala secilit me radhë atje, po do ketë dhe mesazhe plot. Do të jemi që kujdesëm çfarë do flasin, çfarë do kenë sfond, çfarë do tregojnë. Ku do të çojnë muhabetin ata, çfarë do thonë? Duhet me lexu të gjitha, do të qenë jemi çik vigjilent. Mos të emocionohemi tani të kapim ashtu gjëra që shiko, erdhi ky i famshëm, është ky presidenti i këtij vendit, kryeministri i atij vendit, të emocionohemi, ose bukur, na zbukuru vendi. Po na bëjnë reklam nëpër botë se njeh njëri Shqipërinë. S'duhet kufizohemi te kjo pjesë. Do të shohim për çfarë realisht po vinë ata këtu. Çfarë mesazhe do të kalojnë? Kush është domethënë ajo tabloja e përgjithshme. Mos qëndrojmë te pjesa emocionale. Se fakti që po vjen tani. Jo vetëm te fasada, o sa bukur erdhën këta. Po pra jemi çik të matur, domethënë mos jemi si ato çupulinat e sa bukur shife erdhi Macroni, erdhi Meloni. Kupton? Jemi çik më të hapur te kjo pjesë. Ndërkohë që lajmi i fundit është që Berisha nuk i paska njohur, nuk i njeh këto zgjedhje, thotë u vollën nga banda, thotë. Dhe me 16 maj, pra ditën ku do të jetë ky takimi i samitit të Europës në qendër Tiranës te pas sheshit Skënderbej, ka njoftuar një protestë paqësore. Ja, sa po konfirmova. Ajo si çfarë theti kjo lufta pra. Hyrjen që bëra në fillim ajo ishte konfirmimi, domethënë nuk dori ai që atë bursa, ai e di shumë mirë që diçka ka ndodhur, diçka atë e kuptojmë dhe ne vetë, nuk do as kalem.
Nuk dori duar kryq. Po mi Berisha për çfarë bën këtë protestë? Po për ne apo për vete? Sigurisht për veten e bën. Çfarë për ne më bën? Kush mendon për ne më bën? Për veten e vetë bën. Po mi më si thash në gjë, i pyetje bona. Po jo, se për. Të lutem shumë. Që t'jeni qartë, t'jeni qartë. Nuk ka as Berisha, as Rama, as Meta, as Erion Vedia. Jemi po ne që jemi vetëm, siç jeni dhe ju. Të du ta kuptojmë, du ta kuptoni, ta fiksoni mirë në kokën tuaj. Kjo është ajo. Derisa të shkëputemi nga ta liderat që kemi ne, domethënë që vinë, ju blejnë, ju japin lekët, ju japin thesin, ju japin punën, ju japin të, ju japin atë dhe karamelen që ta manin gojë. Por ai karamelja do të vi moment do të shkri dhe s'do keni asgjë në gojë. Do ju thaj pshtyma për të marrë atë si çka ju takon. Po kur ta kuptoni, ta kuptojmë, ne gjithë që jemi pjesë e kësaj shoqërie, do të jetë shumë vonë. Pra, sa kohë ne nuk jemi me njëri tjetrin, ka do bëjnë këtë që po bëjnë. Dhe realisht janë dy gjëra që më ndajnë në këtë piku jam, domethënë nuk ka të mesme. Jam mes asaj o duhet çaj ose duhet qesh. Por ndoshta ditët në vazhdim do ta merren edhe këtë përgjigjen time, unë nuk do të tërhiqem nga kjo që po bëj, nuk përse kam ndonjë profitim. Jam pjesë e këtij realiteti, ushqem me këtë realitet. Fatkeqësisht kjo është ajo, por ju them që do qaj herë pastaj do filloj të qesh me gjithë. Do qesh nga halli ose Jo, nga halli, unë ti sado që folje apo prisja apo dëgjoja, por nuk më ikën nga mendja gjë kjo lloj situate, domethënë si mundet njerëzit, si mundet shqiptarët, domethënë si mundet. Prapë edhe kjo është shumë qesharak kjo që po them unë, domethënë duke ditë që çdo ditë jam terren duke parë se ç'a realiteti, ç'a na rrethojnë, ç'a njerëzish, ç'a bot kuptimi kanë, ç'a mentaliteti ku jetojmë domethënë. Ndërkohë që dikush flet këtë cepi aty, edhe kur ti afrohesh mikrofon edhe me kamerë thotë, jo me kamerë mikrofon nuk flas unë. Ne ka të brumosur kemi atë frikën. Ç'a votë e lirë flitet më. Ç'a perceptimi kë lirisë, pra këtu nuk ekziston kjo pjesa e kësaj. Të shkojë një popull që është qeverisur, është keq qeverisur, që deri dje të çante të rrapin, duke të thënë që jemi keq. Vishin njerëzit takoshin në rrugë, thoshin që jam pikë të hallit ose s'kam mundësi me blej një serum ose nuk kam mundësi të blej kafshatën e bukës dhe nuk marr dot i pension, nuk marr dot i asistencë, por ku diun gjitha këto pamundësitë që jetohet në realitetin shqiptar dhe të shkohet kaq masivisht të jepen 84 mandate dhe 50 e sa mandate këtij tjetrit. Por nuk më intereson këto partitë të tjera të vogla. Po kjo lloj mendësie që ne shkojmë pas një njeriu që ka 12 vite që qeveris, le ta quajmë që qeverismë. Ore mund të jetë njeriu më mirë, politikani më mirë, qeveritari më mirë, kryeministri më mirë, që ka bërë vetëm të mira. S'ka bërë keq fare, le ta marrim në një rast hipotetik, sigur ka bërë vetëm të mira. Por nuk ka çfarë bën më tjetër më. Ore ka bërë vetëm mira më. Por nuk ka çfarë bën më të mira të tjera. Po ndoshta ecim. E marrim kështu. Por çfarë duhet me pas më atë më? Po ndoshta ecim atë idenë që e mira s'ka fund. Janë akoma presin të japin më se nuk ka thënë gjë që do japin nesër, por përveç asaj gjës bosh që ka luajt dorën kështu. Dhe ajo dora unë e kam parë kështu sikur na bi çok kokës ne, dhe realisht ashtu do na bi, siç na ka ra çok kokës. Ose me grusht kokës, ashtu e kanë atë simbolin. Po simbolin aty me trëndafilin lart, do të bi me grusht, po ai grusht do të dhej më shumë të japë ti thjesht shefat e trëndafilin. Po grushti nuk është shefare, se ai grushti ka hull tokë. Ka trullosë edhe jetu pa lule për shefare, shef veç lule kështu. Edhe xixa. Si mundu, pra, kjo është ajo e gjitha situata. Atë pak kënaqësi që ke ti, që je pjesë e popullit të thjeshtë bashkë me mua, imagjino tani sa e ka ana e opozitës, domethënë që ishte mprehur ai shumë që përfitorin. Ato nuk e diskutoj humbjen thoshte ai në intervistë aty. Kjo është çesharak. Kjo është protesta. Janë gjithë çesharak, gjithë si të një krau, si të krau tjetër, si këtyre krave të tjera. Këta janë copa ignorantësh që shkojnë pas tyre legendave, pas tyre maskarinëve që dalin premtojnë në lujnë me ne domethënë. Këto janë njerëz që janë tamam prostituta që kanë shit veten e tyre për të shkërdhyer nga këto. Edhe që vinë dhe thonë edhe ty edhe mu, thonë që votoni për filanin, për tjetrin. Po mi më valla ç'pun kam unë. E tha edhe 3 herë. Ti po kërkon të shkërdhesh vetë, po ç'pun kemë më me mua valla. Vit shkërdhehem unë edhe unë, pse po ke pazar ti domethënë për të shkërdhyer.
Shko më vlla, shkërdheu ti, po si mundet domethënë, kaq pak shqiptarë që kanë ngel, shkojnë masivisht më. Jemi pak edhe imagjino çfarë përçare ka ndodhur këtu. Jemi në një numër, një shifër shumë e vogël si komb, edhe jemi të përçarë, po partit tani janë bërë si karpulla. Se dhe vetë fjala parti, që vjen nga anglishtja part, cop. Part, edhe do thot cop, pjesëtim, coptim. Janë ato aty që na mbajnë neve të coptuar dhe asnjëherë s'do bëhemi bashkë. Për çfarë dhe sundo? I interesojnë atyre të kemi sa më shumë partira neve këtu. Që timi copa e çika. Mos të ekzistojë kur ajo që i madhi Gjergj Kastrioti tha, kur po të bëhemi të gjithë bashkë, tha këtë nuk e thyn. Po kush e mori parasysh atë? Sepse secili shikon mbythën e vet. Siguroj unë atë mirëqenien time duke shkuar nga pas atit. Që të dalim te ajo fjala që the ti. Se do të shkojë ai të bëj atë që duhet të bëhet, më marri dhe mua më qapën vete. Të bëjmë dhe unë si ai. Edhe asnjë s'kem për të pa hajër. Shkoni votoni, boni, gënjoni nga premtimet. Ky tjetri thot pasaporta europiane, ky tjetri thot do ju ngrem tavanin. Hajde, na ngren gjithë zgupthi atje dhe ta kuptojmë fund fare se kujt i kemi besuar deri në sot. Pa do e kuptojmë, kjo është problemi, se ne s'po kuptojmë gjë. Po edhe kjo është e rëndësishme se pyetja, a do e kuptojmë ndonjëherë? A do e kuptojmë ndonjëherë, më kjo është ajo që më shqetëson, se nuk është problem ajo pjesë. Ajo është më shqetësuese, vërtet. Kjo është më shqetësuese, se ne për këtë po them, pra ky ka 3 mandate, 12 vite, vazhdon na e zhyt, edhe ne prapë shkojmë të votojmë. Si këtë edhe të tjetrin. Ne po na zhyzën nga të gjitha anët dhe prapë shkojmë të votojmë të njerëz më. Si mundet ku kjo është pra ajo që është e llatarshme kjo pjesa që si mundet kaq një piksje, kaq narkoz janë të njerëz që çai kanë bërë. Ku dëgjon, shikoj. Çai kanë bërë këtij lloj populli më burr. Ka kaq popull rrëmbythje, kaq popull frikatsak. Ku diun çfarë mund të jetë, çfarë mund të jetë kjo gjë. Frikatsak i fikur o bëri kurdisur i programit. Jo, është edhe frikatsak më burr, është lëpirës. Edhe lëpirës. Po, e kemi atë në gjak në. Edhe kjo që po ndodh me atë, si okay, po kaloj jashtë asaj le të themi kornizave të gazetarit. Pjesë e kësaj nuk mundet dot ta fsheh këtë realitet pjesë e kësaj jemi të gjithë. Se edhe që po ndodh atje që do ndodh me datë 16 lëpirja është ajo. Po sigurisht që lëpirja është. Lëpirja është ajo. Siç u bë kjo puna Italia, Giro Italia, që i bllokun gjithë rrugët atje, amoni kemi gjitha gjërat në Terezin, ne do fillojmë të ngjejmë aty vendeve të zhvilluara me këta që bëjnë ciklim 5 orë tu i ardh rreth për qark vendeve të ndryshme. Kot, dhe edhe direkte tani do kemi edhe këto ardhin e vizitën e këtyreve europianëve të famshëm, që po shtyn botën drejt luftës. Gjithta që do vinë me 16 këtu, janë ata që po shtyn, po mbajnë gjallë atë luftën që quhet atje çështja e Ukrainës. Se ngelen duke çuar atje me vazhdimisht alla. Duke shtyr situatën vazhdimisht, shkonin sa më kontra Rusisë, po nuk kruhesh dot me Rusin. Është superfuqi bërthamore. Domethënë na ka një buton të gjithëve. Edhe megjithatë insistojnë. Këta që do vinë këtu. Ata është për të hyrë me vezë, me vezë tani po kapin anën kështu simbolike. Një sendin më të butë. Pa. Se nuk të dëmton fizikisht. Kupton? Ata, edhe ne do i presim këtu me të madhe. Pse? Sepse por ne i sjell ky lideri jon i famshëm këtu i pasaportës europiane. Me këto do kemi të bëjmë tani që zgjodhët mua dhe pasaportën që po ju sjellun që do ju mundse atë vajtin atje jashtë, që punoni më gjatë. Po nuk i thot, domethënë që Europa për vete është duke patur ato problemet e veta, s'po ja del vetë ekonomikisht. Thjesht po mundohet që na fusin në pjesë të kësaj luftës së madhe. Po kupton do na përfshi. Ta mendosh te pjesë domethënë që ku është Europa sot, ku janë vendet që janë në Europë sot, dhe ku duam të shkojmë ne që na tundaj edhe pasaportën europiane. Ku duam të shkojmë ferr, se ferr është bërë atje. Ferr po bëhet Europa. Po kreu i Europës që është Gjermania ka borxhe pafund, nuk po ja del dot vet. E lërim asa pa vendet e tjera, sa borxhe kanë. Kollaj ata po ja fusin vetes me shumë vendime të gabuara që po marrin. Edhe ky po na thotë do shkoni atje ku po rënohet gjithçka. Çfarë premtimi ishte ky që na dha tani realisht ku neve? Domethënë që atje do hanin me luk floriri, ndërkohë që ato po hajnë me luk druri. Për ta mbledh gjithë situatën ndodhi pra do të ketë luftë civile në Shqipëri pas këtyre ngjarjeve që po ndodhin, gjithë zgjedhje tjetra. Po do të shtyn drejt saj, është shumë shpejt kjo gjë. Po janë gjakatar ata që do vinë këtu me ato kostumin, këtu me ato ofiqet, ato të thjesht me i lëvizje, me i firmë, me i gjë, me i shikim syri. Me i urdhër, po këtu ambasadat komandojnë.
Ajo rruga atje që kalon që quhet rruga ambasadave atje, ata komandojnë vendin këtu. Nuk komandojnë këta. Do të thënë edhe nëpërmjet atyre, se nuk janë ata që marrin vendimet finale. Edhe aty do e shtyn situatën. Do të krijojnë të hapin fronte përçarjesh, trazira, gjëra që bër. Edhe do përdorin këtë që ndodhi tani. Pa kënaqësinë e opozitës, do fillojmë do ju bim tani, tjetri po thoshte, nuk e di ishte njëri aty po bëte thirrje, a shkojmë ti bim Surrelit tha. Se më ka shkataru jetën apo kam harxhu 18.000 euro aty gjithë kursimet e jetës time. Edhe në fund fare u zgjodh një person që ky është shkaku i shkatrimit tim. Ku do shkojmë apo? Ç'do bëjmë? Ja fusim vetes tani. Thot, kupton? Dakor, tani do thosh nuk duhet me qenë dhe pro dhunës, po ky po ka më dhunues se ky. Çe ka bëu popullit? Edhe erdhi prapë në pushtet tani. Do na thithi prapë gjakun me shiring, prapë aty ku dëgjon ja japi atyreve që kanë qef të bëjnë ato sakrificat e gjakut. Më të shohim. Ure mos do të jasë gjë bër. Kemi sa më mirë, sa më të lumtur. Po sa më ti e uron, po sa afër realitetit është kjo që uron ti. Po tani të urini rruga ku po shkon është drejt saj, drejt luftës civile, përçarjes, drejt asaj. Po tani neve jemi ajo, domethënë jemi optimistë, të urojmë më të mirën në burr. Ajo që ti jemi optimist, do të jemi realist, çfarë po ndodh? Optimist, vetëm optimizëm do ushqim me fjalë bosh, me gjëra bosh. Por është shumë i hidhur realitetit, por nuk pranohet, por është problem, Po është më ky është, këtë të flasim apo ç'do të flasim me Lule ne tani. Nuk flasim dot me Lule, mëse deri dje po flisim me Lule, po mundohemi, po flasim, po i shkojmë buke, buture. Nuk po. Me buke me, ku diun me unë me bukë ti me gur, ai me gur, ne me bukë prapë, nuk shkon vëllai. Unë personalisht nuk besoj se do ndodhi diçka e mirë, nuk po shkojmë drejt një të mirë për interes të këtij vendit, më keq sa vjen më keq bëhet. Sa keq më shumë do thellohet kriza që kemi ne këtu. Po jemi 2.8, 2.7 sa kemi vajt, është tragjike më burr. Edhe pastaj nga ana tjetër bëjmë adetarin e madh. Na ka fajin Greku, na ka fajin Gjermani, na ka fajin Serbi, atëherë bëjmë adetarin neve. Kurse për këta të brendshmit që kemi neve këtu, atëherë asnjëherë nuk e kthejmë vëmendjen atje, themi ore, ku po na çon, çfarë po bëjnë? Jemi mësuar, jemi mpir, ku dëgjon, domethënë nuk jetojnë dot pa dhunë, pa na shtyp, pa na shkel, pa. Ky mentalitet që ekziston këtu duhet marrë seriozisht në një kështu kërkim shkencor, domethënë që të fillojë të bëjë një analizë, një studim kështu i tillë i imtësishëm. Dikishë po mirë botës pak. Edhe ti thosh si shpjegohet kjo molla, është një fenomen i ri domethënë. Si ka mundësi që nuk ngrej kokën, kupton? Sa më shumë keq trajtojmë, prapë më shumë e zgjedh aty. Po molla, jemi ajo çka quhet sindrom atje që sa më shumë të rrafit tjetri aq më shumë do. Po mazokizëm apo. Ku kemi arritur? Duam atë që na rreth, ti themi deri daj, na e kanë mësuar këtë gjë, të themi deri daj. Kocka drejtë shpreha. Edhe këtu aplikohet plotësisht me rastin e popullit ton. Dakë mos ja bëjmë gjithë fajin popullit, se tani është dhe prapa skena e gjërave se si janë manipulu gjona. Populli ka leje se janë manipulu, por populli ka fajin. Se është dhe pjesa e manipulimit, manipulimi për prap shko dile valla. Kundërshtoje. Bëje këtë që po bëjmë ne pra. Nëse është edhe kjo tjetra. Dile bëje thuaj. E kanë manipulu. Pse se bëjnë? Kush po e thotë? Nuk duhet të kalojnë egoizëm për të thënë që po bëjmë vesh ne dy, po kush po e bën? Kush po flet? Ne po justifikohemi duke thënë që e meritonim këtë. Po si veç kaq? E thon kështu. Po se meritoj valla. Në rang shoqëror i keq. Por unë nuk e meritoj më për shembull. Nuk e meritoj më, nuk duhet ta pranoj këtë gjë që është. Po çfarë ti bën? Për dy figura, për dy emra që kanë tallin trapin me ne, domethënë kaq kohë. Edhe ne të vrasim për ato. Ka njerëz që më dal me fol sot publikisht, për fol kundër Ramës, të vrasin më burr. Me fol kundër Berishës, të vrasin më burr. Ja. Po. Jemi akoma me dy figura më burr. Po me dy porta luajmë akoma. Nuk e di çfarë do bëhet. Ndoshta kalojmë shikë edhe kjo kam përshtypjen se ndodhi po njësoj siç ndodh ajo në Vatikan. Doli tymi u zgjodhi Di Rama. Nuk kemi fol për papën e ri të Vatikanit. Leondin. Doli tymi, u zgjodh papa, doli tymi, u zgjodhi Di Rama. Po pra, i doli tymi thot po. Doli tymi. Tamam ka dalë tymi ti më bëheti valla. Po këtyre është kthyer ajo. Si po dëgjoj do ta lidh me fakt tjetër që Trumpi ndoshta ne thamë edhe herë tjetër për ta ritheksuar edhe një herë, thjesht për një meqense ka qenë pjesë e aktualitetit, por ne se kemi diskutuar këtë me bolidhin me sot. Po. Trumpi e pa paralajmëruar disa ditë para se të zgjedhte papa.
Po e kanë ata, japin shenja para se ndodhi diçka. Që u vesh si pap, domethënë, edhe ky e paralajmëroi që ky papa ishte nga Amerika po. Po, Amerikan. Amerikan Trumpi aty që shife unë ai Po, pari. erdhi papa amerikan. Edhe atje ke super qendra që komandon shumë gjëra nëpër botë, me ato bankat Kinezi tymin aty. që i doli tymi në fillim, doli i zi, pastaj doli i bardh. Bash që duket e çika pjesë që të besohet. Që shife konklavi tani po vështirësohet të bëj atë zgjedhjen e dur. Lutë njerëzit pastaj thonë, "Oh, isha del tymi i bardh." Se jemi duke shtrydhaj shumë situatën që dali ai papa i hajrit aty që do edhe doli ai pastaj atje. Pace il tutti filloi ai atje se kështu filloi. Pa shkokë gjithëve. Me paqe kështu fillojnë ato mesazhet ata që të fillojnë si sa e mirë që Po ky, kena informacion për të ça historiku ka, si është ndryshe nga Papa Francesku. Sa që kishte njerëz që thoshin për shembull, si Papa Francesku nuk vjen më një i dytë. Nuk vjen një mish ngrënë si Papa si Francesku që ha njerëzit. Jo, atë në paktën Papa Francesku ne kanë vlerësuar shumë. Më mirë. Edhe shqiptarët nga bota që ka qenë njëri i paqes, ka bërë thirrje për ndaluar luftrat e gjëra të tilla. Ky si është, për shembull mos i hym prapë ke Papa Francesku, por thjesht a do të ketë një lloj rrugtimi si Papa Francesku, apo do të jetë pak më ndryshe? Ç'a historiku ka? Po shiko, tani ai është zgjedhur tani afër edhe nuk kam arrit të mbledh informacione. Lexoja 2-3 gjëra të shkurtra, por nuk është se i mbajta shumë mend. Po që shiko, gjithë ata papa që zgjidhen atje, ata kanë përpas skena të errta bër. Pa, është ajo, le të themi rrugtimi që ndjekin ata, si ndryshe nuk zgjidhen pastaj. Normal. Se çdo dije ishte më mirë, sa vjen e bëhet më keq. Ata që vendosen aty janë për të ndjekur një agent konkrete apo? Domethënë, ky e ka emrin Leondi tani në Shqipëri është Luani, do filloj ky bëj mbretin e xhunglës, do filloj të hajt, bëj ligje gjona. Ky, çfarë do i thonë? Se që nga emri e lidhu, janë mesazhe këto kanë. Gjoj. Çfarë bën këta tipa djem tek qinj që vendosin ato marionetat e tyre jo për nëpër shtetën, jo për nëpër lidera fetar, janë të atyre ata gjithë. Po nuk ishe pro gjithë planeve që ata kanë, nuk ke shans vendosesh atje. Thjesht harroje me ceremoni atë pjesë. Ta them me bindje këtë. Edhe ky është sa vjen ky duhet më keq akoma. Më keq. Sigurisht duhet më keq. Pra bota po shkon jo vetëm Shqipëria, por bota po shkon drejt njerëz. Ata kemi thënë që në emisionet e para, domethënë që do shkojnë në është mbledh një ortek e madhe, sa më shumë zbret atë aq më shumë mbledh. Aty? Edhe aq më shumë rëndohet, zmadhohet, edhe ku ditë do ketë më të fortë. Po. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë do mblidhet ajo. Pa kanë mundësi Alex që të pastrohet ky ortegu ose për ngadalsohet ose të ketë goditje më të vogël, më të lehtë. Ku nga ana njerëzore është e pamundur të ndodhi ajo gjë. Kush do e bëj? Popujt që s'po merren vesh me njëri tjetrin, që secili ka hallët e veta që po mashtrohet edhe po ja punojnë vetë qeveritë e tyre. Për çfarë gjithani punojnë këta tipat e dim tek qinj? Ku do punojnë këta? Mos ketë asnjë unitet, mos ketë asnjë marrëveshje. I mbajnë aty në ato hallet, në ato problemet, enkas janë nxin jetën që shikosh shif punët e tuaja, shif shtëpinë tate, se kujdesemi ne për të mirën tuaj. Këto ne kanë këtë batutën për të mirën tuaj. Edhe njerëzit i mban aty të mpir, të vaksinum, se ka dhe vaksinë ndërgjegje dhe mendore. Thjesht ato që ndodhi para ca kohë ishte hipnotizime, hipnotizojnë. Bragadabra. Po, tamam, si ai gjarbi që ta bën kështu ty dhe ti je aty tap cofën tok. Ashtu i ke. Eci zvarazi. Kështu që nuk e shikoj fare të mundësi që sapo the që të ndoloj. Qartë, duhet kaloj pak edhe kjo tjetra që për shkak të zgjedhjeve që kanë ndodhur këtu në Shqipëri, gjithë fokusi edhe përqendrimi ishte tek ta dhe në botë po ndodh një luftë tjetër që ne nuk është se kemi të cekur shumë për sa përket luftës Pakistan-Indi. Po. Si e shpjegonte? Ç'a po ndodh domethënë? Po shpërqendrohet deri diku ajo nga Izrael-Palestinë, Pakistan-Indi. Si është më e frikshme se sa Izrael-Palestina, apo është, le të themi, shkak pasojë e asaj? Gjitha të frikshme janë për të shërbyer shkak pasojë që sapo the. Thjesht një front i ri zjarri. Thjesht një sebeb i ri, domethënë për t'i mshuar Ortekës, që sapo përmende.
Aq. Edhe këte po këto djemë tek qi po e nxisin? Po sigurisht. Si e lidhte Sigurisht. dhe nëse mundesh na e shpjegosh pak. Po kishte thënë dikur një nga këto zonjet e famshme të familjes Rothschild në një revistë, nëse djemtë e mi nuk do donin që të ekzistonte një luftë, nuk do ekzistonte asnjë luftë. Janë ata që duan dhe shkaktojnë këto luftra dhe trazirat nëpër botë. Çunat e mi tha. E thoshte edhe me një krenari. Po pse do këtë luftën? Pse duan këto luftrat për ata? Po ka fitim apo? Kam fitim. Shiten në armë. Sa më shumë të derdhë gjaku, aq më shumë financime ka, gjëra, qarkullon leku. Do të gjesh për para. Do të gjesh kush është shkaku. Është ajo shprehje që thon amerikanët, follow the money, ndiq paran. Gjithë aty rreth paras, ai është zoti i kësaj bote. Për çdo gjë bëhet për atë. Njerëzit janë thjesht ajo pjesa që duhet sakrifikohet në këtë për fitimin e paras. Sakrifica gjithandej. Njerëzit e shkret vuajnë kanallet e tyre, kurse këto kanë merren të fuqizohen, të përhapin sa më shumë ato tentakule të shpifurat të tyre, të komandojnë gjithçka, po para bëhet. Çdo luftë është fitim. Edhe ajo që po ndodh në Ukrainë, fitim është. Të dy palët fitojnë. Edhe Amerika fiton, edhe Rusia fiton. Okej, kjo është le të themi fundorja fare, pra, le të themi maja piramidës. Që gjithë këto hallkat e tjera janë të luftra në Ukrainë, luftrat në Izrael, Palestinë, dhe ky fronti tjetër midis Indisë dhe Pakistanit. Po çfarë ndodhi realisht aty që të kuptojmë edhe situatën? Pse ndodhi tani domethënë? Po gjëja tani. E kuptoj prapa skenat janë këta pra. Djem tek qim, po si nisi aty pra që këto s'pe kuptojnë ose ku dion. Po atje është një moll, një sebep i vogël që quhet. Molla Sherrit që quhet, është një zonë atje që quhet Kashmir. Aty tani e pretendojnë atë llokmon aty të gjithë vendet që janë rreth për qark. Aty ka pjesë Palestina, ka pjesë India, ka pjesë akoma dhe Kina. Kush do marrë llokmon më të madhe? Edhe për këtë zihen. Po këta djem tek qinja përdorin për të ndezur këto konflikte. Kalon gjithmonë vatra në vende ndryshme, në shtete ndryshme kalon vatra. Po, sa më shumë. Sa më shumë aq më mirë është për ata. Që ta çojnë botën te ajo reset i madh. Që ta ndezin fund fare që të fundosh. Derisa të filloj lufta e tretë botërore, do të hapen shumë vatra të tilla apo? Po, të gjitha këto ndikojnë për përshpejtimin e asaj të fitilit të ndezur që është ndezur tashmë. Është ndezur tashmë, edhe po shkon pa afro gjithmonë më shumë te ajo fuqia e madhe e mbushur me barut, që t'ja japi pastaj një bam. Të gjitha këta vata ndihmojnë. Ajo është një që po ndodh me Indin tani që po e përshpejton këtë gjë. A është luftë më e fortë midis Iranit. Do të kaloj një pyetje te Irani pastaj. Ajo është kyçi pastaj. Indi Pakistan apo Izrael Palestinë? Cila është më, le të themi që ka më shumë pesh ose është më ashpër, më fort. Po tani ose dëmë më shumë, ose që do të zgjasë më shumë, ku diun. Ku ajo Izraelit besoj është ka më rëndësi. Tak më e fortë. Po, është më e fortë ajo sepse tani Izraeli nuk ta bëjnë ta djem tek që nuk ta bëjnë qendrën e botës. Aty kanë qendrën atë fiksimimin e vet. Po, gjithë punojnë për Izraelin. Ta dish gjë. Për atë vendin atje. Aty janë ata njishat që kanë pasur gjithmonë në ëndër të pushtojnë botën. E duan atë që kanë pasë ëndër të përjetshme. Atë që nuk arritën para 2000 vjetësh me Mesian e vërtet, duan ta bëjnë me Mesian e arrem, që duan të sjellin tani. Si janë duke përgatitur ato rabinët ata atje. Ata paguajnë, ata i ke kudo, gjithë të përhapur në botë. Kemi edhe këtu si ata. Po plot, kanar plot. Kanë filluar me blet tokën tonë. Do ja shesi ky filo hebreu që kemi ne këtu. Nuk kemi gjë me popullin hebreu, edhe ata popull si ne janë, të dashur shumë, mikpritës janë, e kemi falë për ato që komandojnë. Po, këtu s'kan ardhur ato, kanë përshtypjen. Kanë ardhur të tjerët. Jo, kanë ardhur ata bankierë të mëdhenj, që fillojnë të blejnë territor këtu. Se ky i do shumë ata. Prandaj dhe çunë javuri jemi Zako, që është emër pasër hebre. I atyreve. Ç'a kuptimi ka? Zake është emër i përdorur aty në atë vend. Por i treguar domethënë që shife sa pro jush jam shoku juaj. Akoma edhe çuni kimi javur emrin hebrej. Kështu. Ule kokën. Atë bën ajo muri lodhe që quhet. Që është ajo mur që kujton diku Tempin e Solomonit që nuk arriti të shembej. Edhe shkojnë aty ato dhe bën ato përkulet e këto ato fiksimet aty.
ku dëgjon, që vendosin dhe letra aty, ato çaret e midis Murit. tullave. Po, kush i lexonte letrat? Aty do me thënë bëjnë uri me këta, kështu, edhe i dëgjon ai zoti pa njohur që ata besojnë aty, ku dëgjon që duan me sjell. Aty kanë kalu të gjithë. Me Ede ka kalu, e me Sal ka kalu. Ka shkuar atje, ha? Po, i ke me dokumenta bër. I gjen dhe kollaj biles, po ti kërkosh i çik. Aty janë të fotografuar me atë kapuçi këtu, kur e pa e Salën me atë kapuçin e atyreve këtu ka sipër tash. I ka bërë se nuk shkon fare. Më mirë me këtë kapelen që do me ngjat Trumpit e ka, si çuni i ri. E hoqi kapelen kur doli tani për to deklaratat që pasi mbarun zgjedhjet. Votoni njëshin, tha, nga kështu e ktheu kështu pastaj. Iku ky. Këto aty kalojnë gjitha burr. Kurse Vatikani është vitrina e asaj atje. Si shkojnë atje dhe paraqiten edhe bëjnë qendrojnë gatitu, kështu, edhe Vatikani ke kështu, kur ndodh një ngjarje e madhe aty do shkosh paraqitesh atje. Kur bëhet në një gjoja shenëterim atje, kur del një pap i ri, gjithë atje paraqiten. I ke gatitu, edhe atje i ke kështu. Janë qendrat këto. E din ato kush janë ato vitrinat e djemve të këqinj. Ato muri lodhve atje, Vatikani, janë të atyre këto. Edhe duhen të tregojnë, domethënë që duke marrë pjesë këto, jemi me ju, me ata njishat e kësaj botës tu, kështu që na favorizoni, na shikoni se jemi me ju, po ja u tregojmë me prezencën tonë. Po pse edhe Shqipërinë thotë do ja shesi atyre. Edhe Shqipëri pritet të ketë për si po futën ato do ketë përçarje më shumë pastaj. Ata kanë pas gjithmonë në ëndër Shqipërinë. Ata marrojnë për Shqipërinë. Vdesin për Shqipërinë. Po mirë, ato vdesin për çdo vend, ka shumë për Shqipërinë. Sidomos për Shqipërinë, edhe për Greqinë. Edhe për Greqinë, për këto dy vendet. E kanë fiksim të dyja këto. Pra ne duan me shem dhe Greqinë, duan me shem dhe Shqipërinë. Si do shemin? Po, ja kanë vënë syrin, ja kanë vënë syrin edhe Greqisë. Greqisë po, për Shqipërisë si? Neve na duan më shumë si territor. Edhe ata si territori duan më Po shumë. Rama mos po e përgatit me këto, le të themi, mandatin e 4, me këto keqeverisi, me këto format që po janë nxjerrë jetën shqiptarëve që të largohen, vinë ata ta kenë gati. Po, pse jo? Ai po i merr pronat e njerëzve që i kanë të licencuar me dokumenta me të gjitha, jugun sidomos, edhe po e jep këtyreve. As do t'jeti fare ke dokumenta po s'keti. Ka shesi të gjitha atyreve. Edhe ky tjetri po të vinte, ky bluja, po të vinte dhe ai do shiste. Ai siç ka shet Bregdetin para ca kohe, kur ishte Po Berishën thë. kohën e vet. Po gjithë. Këta shesin në burr. Kush vjen qeveria aty automatikisht të trurit tyre, mendonin se gjithë Shqipëria është ja ka lënë në pronësi plagut vet, ku dëgjon, fillon e shesin gjona këta. Këta nuk ka llogarisin fare, çau ti bosa dush. Do bëjmë këtë rrugën këtu neve, do ja u marrim të lumin këtu. Le të kesh ti shpinë atje që po e përdor këtë lumin këtu për të vaditur tokën tate. Do ta marrim. Sepse ashtu dum neve. Edhe të sjell ushtrinë time po dush, po guxove të çosh kokën. Shumë mirë na bën, ti ke rastin në Traqas Vlorës, për shembull, që ishte rasti me ujin që theti, ja mori ujin ai. Pati disa protesta atje, kështu që su morën vesh, kështu në mënyrë lokale nga disa njerëz, në media nuk u transmetuan fare. Dhe është një nga vendet që ka votuar bindshëm për pushtetin. Ta atje, ë? Bindshëm. Unanimisht, ë? Kështu, me symbyll. Ti do na drejtosh. Ti je lideri. Po. Okej, në rregull. Kjo është ajo. Pra, atje dje bërtisin si ngjonte asnjë, hallin e tyre diskutojnë me njëri tjetrin. Prap, kur janë votat, kur janë zgjedhjet, kur kandidojnë sërish prap ta, të shkojnë votojnë prap për ta. Çfarë mund të themi ne për ta, Alex? Nuk e di, ta thash, duhet me i marr në një Mos po flasim kot më. Në kërkim shkencor, t'ja hapin atë trurin, çofin çka ka ty brenda më bër. Çofin nga nis gjithë kjo lloj. Po për studime, tamam. Po them, e kam menduar shpesh këtë gjë. Domethënë, po ti ishte gjithë ky popull, ti ishte një person, në me shoku ai mesha për dore, shkosh në laborator, ti thoj atyre që bëjnë këto kërkimet, skanojnë çik tek këtu më bër, analizojnë çik ku rafi këta, ku pinu këta, si mendojnë këta, kush është bota atyre. Jam shumë kurioz domethënë ta shihesha këtë pjesë. Ti hapshin atë trurin, aty të bësh një lloj kirurgjie dhe thotë çka ka këtu mrena. Si ka mundësi më burr që i tërheq ai që i rreh, ai që anzin jetën. Ai që i le pa ujë, pa bukë, pa punë, pa si lloj gjëje. Që të bën ty që të le pa brek më burr. Le lakuriq. Po, të kthesh në natyrë.
Kështu, nuk e di çfarë jemi ti vëj. Ekziston termi shkencor. Veç vrerë po japim, veç helm po japim edhe nuk ka se si. Po pra se Nuk ka çfarë ti po japim. ndihem keq dhe unë tani se po kaloj ajo bota atyre po përfshihem. Mi gjithsesi ne si jemi mirë, ne kështu kemi qenë, do jemi akoma më keq, ju shihni drejtimin tuaj. Uroj që të jeni ju mirë për ne, varja. Kjo është e rëndësishme dhe na rrofshin pushtetarët, ata që mendojnë për ne. Jemi mirë shumë. Shumë mirë. Do ja dalim. Jemi shumë mirë. Realisht jemi shumë mirë.